Përshëndetje të gjithëve, përshëndetje Mateo. Përshëndetje, mirë se erdhët, mirë se na gjetët në këtë ditë, çfarë ditë është sot? Mërkur. Qënë si ka, domethënë se na intereson dita, ne jemi gjithmonë ta bësh llogaritjen me Champions League-ën për të kryer misionin ton. Po. Jemi këtu për të edukuar edhe për të argëtuar edhe për të marrë rrogën. Shlyrat, kredin, dreqi. Zoti i Madh që jeni në qiell na jep atë rrogën e përditshme që marrim. Shko ti pagën duhet fillosh të lutesh poshtë në ferr ta marr. Ta marr, ja sure. Ja, sos rebe jam edhe Bektasi, haruam gazin. Përshëndesnim gazin. Duhet të postojmë një foto të gazit. Si u haruam të ta kërkojmë Facebook re? Gazin. Gazmi. M'fal. Ore, çfarë bën? Duhet ruajt privatësia. Po duhet ruajt privatësia, ai është person publik. Ekskluzivisht personi. Gazi, quhet çrëndsi ka. Gazi. Gazi shoku i Bektasit. Gazi po jo kavaj. Nuk është, s'ka lidhje. Ama mi se bëri çik reklam, s'ka gjë. Po çfarë zot. Tash do hajmë në erë falas. Ama nese. Profesionalizëm burrë. Sot çfarë kemi si menu? Mjeshtër. Çfarë kemi? Po do të flasim për shumë gjëra që kanë Hajde kështu tash, hajde si ai kamarieri perfekt. Mund t'ju tregoj diçka se çfarë kemi sot? Ha, fillo. Oh, ti më burr. Përshëndetje, si kaluat? Mirë, si jeni? Atëherë, si pjatë parë kemi për të folur për temën që kemi zgjedhur sot, por do ta kemi pas pak minutash. Normalisht pjatë e dytë ka disa alternativa, mund të flasim për një vepër arti e cila rrezikoi të prishej në Indi apo në Pakistan apo në Tajland, çrëndsi ka ku ishte. Ka kjo do flasim për borxhin e marrë nga banka botërore. Po na folin për borxhe. Cilën borxh? Kemi i marrë një borxh. Kemi marrë një borxh? Po. Si gjithmonë, sa habitesh. Nuk është borxh kur e merr nga banka botërore. Se ç'ash, është kredi. Është një sasi parash cilën e merr Juan afat kthimit pa përcaktuar, që do të thotë që s'do të kthejmë kurrë. Okej. Po ka dhe për shembull, ja. Do flasim për sport. Pastaj do të flasim për kishën e Shën Thanasit, more. Shën Thanasit që ka dalë Vangel. Ja, Shën Thanasi. Vangel Dule. Ka dalë Vangelit, cilë përshëndet Biles, ka patur një diskutim mjaft gjatë me Tan Mezen. Po. Vangel Dulja. Do të kemi për folur për pensionistë, do të flasim ja për pavionin e neurologjisë në QSUT, si mos harrojnë në gjë. Kështu kemi ja 2-3 video shumë interesante. Nëse nuk ju mjaftojnë këto gjëra, për ëmbëlsirë kemi videon e politikanit i cili ka dalë zhveshur pra. Po rrini me ne këtu se me këto që kemi seriozisht nuk është se do bëjmë ndaj gjotë, thonë ndaj makaron, ndaj salcë, kështu ndaj gjotë shpejt. Po e gjejmë djuk gjymon. Ikim. Se do bëjmë oktapodo makaronada tani për qef. Vodafone.al gëzuar, Mateo gëzuar të gjithëve që jeni pjesëtar të komunitetit më të madh në Shqipëri dhe sigurisht rrjetit më të madh 4G në të gjithë botën. Për të gjithë ju që nuk jeni, bëni mirë të bëni pjesë së shpejti për t'ju informuar më tepër, klikoni në Vodafone.al. Ndërkohë, për t'ju informuar mbi tepër për sa i përket medit, emisioneve të ndryshme, për sa i përket këngëve, për sa i përket eventeve të ndryshme, ndiqni rrjetet tona sociale. Dhe për t'ju informuar mbi temën që kemi zgjedhur për sot, mbi temën për sot ja shikoni rrjetet tona sociale, po tema ju e dini gjithë që gjendet në Facebook me dëllbenja mjaft e thjesht. Kontrolloni atje, kontrolloni, do dali funny topic, do dali kjo foto dhe tema është cili është vendi më i papërshtatshëm ku ju ka zënë gjumi. Ishte një foto ku tregoj që gjumi zinte në punë, gjumi zinte në makinë, gjumi zinte në banjo, po kur shkoja me fletë në krevat, i kishte syt poç. Besoj gjithë kemi fletë në shkollë, sidomos ora parë, ora dytë ishit orët më të pëlqyeshme për të zënë gjumi. Ai nuk është vendi pa përshtatshëm, ai është vendi më i përshtatshëm. Më i përshtatshëm. Aq më tepër ke ndonjë lëndë kështu filozofi ndonjë. Kush është vendi më i papërshtatshëm që të ka zënë gjumi? Në makinë, shofer, llogarak. Parasysh kulmi. Atje nuk është se të zë gjumi. Atje duket sigurisht. Atje nuk zgjohesh. Atje të zë vdekja. Nuk zgjohesh kur. Na shkruani juve dhe ne do t'i lexojmë këtu pak më vonë tani. Besa All-in të tëra. Si ere, nuk e kuptoj ere. Të lutem. Sjaroj çikë burr. Qa është kjo kisha? Si qa është kjo kisha? Kisha është një vend i shenjtë i ortodoksisë, ku shkojnë gjithë besimtarët krishterë, ortodoks. Po? Po edhe jo vetëm, sigurisht kur është i krishterë, shkojnë dhe katolik dhe ortodoks e kështu me radhë, se ka disa në ndek. Për sa i përket ortodoksisë, është kisha ortodokse në cilën shkojnë besimtarët ortodoks,
është një vend ku mbahen disa rituale të caktuara, shkon prifti, mban meshën e kështu me radhë. Çfarë do më shumë për këtë? Tani pse po bëhet llafe, domethënë ka disa zëra që flasin, jo është kish katolike, ka qenë dikur katolike, jo është ortodokse, jo pse dikur katolike ka qenë. Jo pse se prishni, jo do bëhet hotel, jo s'do bëhet hotel, ç'a do bëhet më? Unë se di fare, unë se kuptoj fare. Kanë dalë 30.000 veta, 30.000 versione. Dhe kur thua hotel dhe kish, ti jemi sinqert pa padur asnjë lloj kriticizmi kundrejt kishës dhe ortodoksisë. Jo, e kuptoj. Unë jam po jashpër me të gjitha këto pjesët e feve. Edhe kur të vrasim s'do e gjejmë kush të ka vrarë, domethënë. Po ka shumë mundësi të vrasin nga Islami. Se këta të ortodoksisë nuk të vrasin. Ta ke qenë gjyshi. Maksimumi, kupton? Nëse ideja është që më duket sikur kisha dhe hoteli është pak a shumë e njëjta gjë. Vetëm është një vend ku ti shkon kur ke nevojë për të qëndruar disa orë. Është njëri që është pronar atje, përgjithsisht ka tendenca të keqija kundrejt klientëve të tij. Kupton? Tenton të mos paguaj taksa, kisha e arrin diçka të tillë. Hotelit përgjithsisht në Shqipëri ja dalin në shumë raste. Mirë do të ishte të kishte shumë urdhro. Çfarë po më thoshte një zë që një nga ato rastet ja mund që shmange mund taksave te hoteli unë? Absolutisht. Unë? Hoteli Rudizmos, jo që paguan taksa, po paguan më shumë se të gjithë, sepse nga që... Unë paguaj dhe të gjyshes. Janë edhe opozitare dhe, ke parasysh Sulmon nga pushteti, nëse... E do thuash me jemi opozitar. Roftë pëse javë. Deklarata live... To janë idealet pra. Nëse tani... Të jesh me pozitën gjithë kohës. Ky është njëri ideal. Nëse, paka shumë po thoja këtë gjë, përse i përket pastaj kishës. Pas shumë polemikash që e kanë nxehur paksa klimën e kësaj vere ka bërë akoma më të nxehtë, ose mund të them që polemikat janë më të nxehta se vetë klima e kësaj vere të nxehtë. Ka fol Rama në Twitter. Twitter i Ramës ciciron dhe vazhdon. Thotë që ai është një garazh, nuk ja vlen të mbahet, duhet të rindërtohet, duhet të ribëhet e kështu me radhë. Faqe ndërpres, po kryetari i bashkisë së Imarës, i cili është Jorgo Goro, kishte thënë që ne nuk do prishim, ne nuk prishim kisha, se kishim filluar këto që si komunizëm që prishnit kisha, nuk prishim kisha, thanë ne do ta rindërtojmë. Kupton? Do ta rregullojmë. Kurse tani del zëdhënësi i kishës ortodokse, to madhima, të lutem mund të ndihmosh duke lexuar këtë pjesën. Akti vandal. Akti vandal i shtetit kundër komunitetit ortodoks. Duket qartë gënjestra se kishte muret vjetra të kishës së parë. Shëmbën gjithçka, e thamet më dhatë. Tani e ka radhën estrat e familjeve ortodokse të fshatit që të përdhosen, se gjoja do të gjejnë estrat e një katoliku italian që kishte ardhur të kthente besën. Turp. Shkruan zëdhënësi kishës. Këtë e them shqip, shkruan zëdhënësi kishës. Kryeministri Rama ndërkohë e quajti garazh ndërtesësh, siç ashtë edhe pak më parë, Kisha Ortodokse konsideroi veprimet e Inuf si ato të kohët të komunizmit, kur diktatura rrafshonte objektet fetare. Kurse ka dalë edhe kreu i PPT-njës, Vangel Dule, e ka të shpër, do piskja këto, si ka aksent. Mirë, vazhdoj. Vandalizimi qeveritar në Shën Athanas Dhermi është dëshmia e radhës dhe më domethënëse se në vendin ton kushtetuesmëria është i së drejtës, dimensioni human dhe liria e besimit po lën vendin për ditë e më tepër arbitraritetit, arogancës, dhunës dhe hipokrizisë. Që kur ike ti nga qeveria kanë filluar këto gjëra, sa ishe ti ishin mirë. E më nise, do më thënë, nuk ka... Çfarë për te i deklaratave të ndryshme, cili është mendim jot përse i përket kësaj gjë, Mateo, ti je dakord për shembull që një vend i cili realisht është simbol ishte një garazh, nuk ishte një garazh, nuk e dimne. Ishte një garazh, nuk e dimna ishte. Për këtë nuk kam informacione. Unë mund të flas për diçka. Për banorët e Dërmiut, të cilët kanë dalë, të cilët janë ortodokse, kështu me radhë. Po. Ishte një kish. Ishte një vend i cili ishte i shenjtë për ta, simbol i ortodoksisë dhe i fesë që ata kanë zgjedhur të jenë prej shekuj. A se diskutoj fare. Për qeverinë dhe për kryeministrin zoti Rama ishte një objekt i cili nuk ishte një vlerë reale, po themi, nuk mund ta quash pa leje se ka 500 vjet që është i ndërtuar, nuk mund të ndryshosh
Këtë se kupton që ishte pa leje. Me 7501 ky objekt është pa leje, nuk është në vijën e verdhë, nuk ka ujë të drita, nuk ta lejojmë, nuk mund të jetë në këtë formë. Tani ti si mendon? A është e drejtë për banorët e Dërmiut të qëndrojë ajo lloj ndërtese? Sado e vjetër, domethënë e vjetëruar, jo funksionale deri diku. Mund të kishte edhe vlera historike, arkeologjike e kështu me radhë. Të kuptoj. Tani je dakord me këtë apo je dakord me prishjen e atij objektit? Jo, unë nuk jam dakord me asnjë nga këto, unë jam dakord që ajo të mbesi të kishte pra funksionin duke përmirësuar infrastrukturën, duke përmirësuar kushtet. Pra siç ishte, të ketë njëjtin funksion, kishte etj, në shërbim të turizmit, arkeologjisë etj, po vetëm të rregullohet. Kaq, mendimi im, se do ishte më e mira. Do ishin rehat të gjithë. Nuk e di ç'më mendon ti. Po, ashtu siç ishte të njëjtin funksion, vetëm të rikonstruktohet. Pa jo, në fakt ne nuk kemi dhe shumë informacion se mediat kanë dalë deklarata ndryshme shumë të çuditshme. Dikush thotë është bërë 1700-ën. Pastaj thotë është bërë 1730-ën. Pastaj thotë është prishur, është ridërtuar në 1992 me ardhin e demokracisë. Çfarë ti bëjmë diktaturës që i prishi, do i rregullojmë? Mos duhet dikush të na qartësoj se çfarë planesh ka? Kush do na qartësoj neve? Kush do na qartësoj neve? Edhe kësero. Dikush duhet të dali. Po s'po del pra. Les, thua dali Janulato si? Ai do ditë. Ai do thot vërtetën. Ai do thot vërtetën. Janulato presim thuar se vërtetën. Dorë me një. Vazhdojmë me No Way No Magic dhe vim të flasim për sport. Diskutim interesant i stafit këtu. Se ngrim pikpyetje të fuqishme. Ngrim pikpyetje. Pse s'di shqip Janulato si pse di ambasadori që kishte 2 ditë. Donald për ditën e parë që erdhi në Shqipëri folin shqip. Janulatos 25 vjet Shqipëri, akoma ka një problem të vogël prononcoj. Vangjel Dule thotë Rudi. Vangjel Dule është rrit në Tiranë, nuk thotë të shën. Vangjel Dule është rrit në Tiranë, ka bërë shkollë në Tiranë, ka bërë universitet në Tiranë. Dhe çuditërisht pas ka një problem të vogël me lët, me ët, me shot. Ka bërë kurse, mos ta thosh. Domethënë, më të vështirë ka që të shprehet në atë gjuhë pikërisht që flet se sa të flasi tironse normalisht. Kam përshtypjen që po ta desh, po ç'a thotë i Merjau, filloi dul. O Dagu, se na mos. O Dag na nxive jetrën, o Dule, po shprehu valla normal si flet me Naçu të burr. Jo fillon, problemi që kemi ne është që të bëjmë, mos u impostojmë në parlament. Fol normalisht. Nëse rikthemi për të folur për Skënderbej. Për Skënderbejin, mirë nuk luajtën keq. Për po nuk luajtën keq për shkak. Ç'a quan me keq? Se për të shakas domethënë me Dinamo Zagrebit, ne dinim që do humnin. Tash ta themi. Ne dinim, po s'donim ta besonim dhe kishin shpresa. Kishe në kafe. Po, analizat fuqishme që shiko se edhe Dinamo ka gola episodik, me thonë drejtën. Jo pas ndeshjes. Para ndeshjes. Para ndeshjes. Dojnë që ishte që do të luante, jo karëm Dinamo, jo dëgjojë në një analist jashtëzakonshëm shqiptar trajner, Sulejman Starova style, kupton? Opa Sulo style, i cili shiko, ato do luajnë futboll. Dinamo e Zagrebit është krahade, krahadet do bëjnë më të mirë. Krahadet kanë traditë futboll, kanë dalë. Kanë një tret në Champions League. Kanë lojtar, Modric që janë këto që luajnë. Dalë ata Real. Ronaldinho burr. Jo, ai është turk. Eduardo. Zot na ruajt. Nëse kishte pra pikpamje qasje tilla tipit që jo Dinamo Zagrebit ka rënë, jo Dinamo Zagrebit nuk është më ajo që ka qenë më parë. Pra, po jo, pra Dinamo Zagrebit nuk është më ajo që ka qenë më parë. Nuk është ajo që shkon dhe në çerek finale Champions League, por për sa i përket kualifikimit, play-offit normalisht është një kundërshtar shumë i fortë. Diçka që e tregoi edhe me vogëlushët që futin në fushë 19 vjeçare, edhe me daljen me të kuqe prap tregoi që ishte një ekip shumë i fortë për Skënderbeun, por përtej faktit që ishte një ekip shumë i fortë dhe me shumë traditë. Ne bëm gol. Jo, jemi në Europa League pa qetë. Në Europa League, historike për të parë pra zyrtarisht, Skënderbeu është në Europa League. Sa lekë na me mua? 6.1 milion euro. 6.1 milion euro. Jo ne, minus 3. Kanë me morë, se është biznes privat. Biznes privat. Po mima po themi ne shqiptarët. Ne shqiptarët. 6.1 milion, një arritje historike, 300.000 merë për një barazim, 500.000 merë për një fitore. Fitore, po. Kështu që janë shifra mjaft larta për një ekip shqiptar. Në Champions League ishin rrit me duket 17% ishin rrit buxhetet.
e këtij viti. Jo, do me thënë, vetëm kualifikimi ishte 300.000 euro, për sa i përket kualifikimit të ekipit parë që pati, ishte 175.000 euro vitin e kaluar, pra i ka çuar shifrat për sa i përket play-offit. Megjithatë, një super arritje. Për tek kësaj tani parë që trim ke Skënderbeut. Flasim për budalliqe. Jo, i sekond, para se shkoj aty, kam dëgjuar llafe që sigur nuk është mirë presidenca e Skënderbeut. Kanë ca borxhe. Po do t'i shlyhen me kaq sa. Po do t'i shlyhen. Absolutisht. Tani, më fal. Jo, po them që çfarë do të flasim për Tiranën tani? Tirana kampionat. Se Refik Halili ka probleme me zërin këto kohë. Gjithmonë. I vjen audio ikë, nuk e di pse i vendosin mikrofon të keqet. Se Tirana ka për të. Çën si ka, domethënë, ne do dalim kampion. Do dalim kampion. Inshallah. Do dalim. Ne ka ca probleme të vogla. Do dali kampion Tirana me këtë Skënderbeu. Ne. Çka ka? Do lodhen. Jo asgjë, siç do fitonte Skënderbeu kundër Dinamo Zagrebit. Për tek kësaj, flasim për budalliqe. Balotelli rikthehet te Milan. U kthi Mario i madh kur iku radhën e fundit tha unë Aça mon Itali tha vdeksha 3 herë, po ja do vdesi 3 herë, 4 herë. Erdhi në Itali, mos u shqetësoni gjithë ju milanistët se i kanë vënë një kod, do çohesh në 7 mjesit. I kanë vënë sa herë do ai. Do flesh 7 gjys. Do çohesh 7 do bësh çishin do flesh prap dhe në ora 11 haj stërvitje, çohesh stërvitje, do pish cigare, do pish alkol. Domethënë nuk e di pse do t'i thush një futbollisti që s'do pish cigare, s'do pish alkol, s'do ngelesh lek borxh ke dyqani ilaçes. Në matrin. As Churchill. Churchill s'ka problem. Se ka qef kaçurrelcet ai. S'ka problem, Churchill është okay, bëj çat dush. Matri mos na e prek. Matri mos e luaj se e kena për ta shit, se shesin vetë si model atë se na prishet format e trupit. Nëse Balotelli lajme të tjera, në lajme të tjera Shkodra po bën usjellës. Ujësjellësi do kalojnë stadium në Kamp. Jo, tjetër, një tifozi Stoke City. I Stoke City. Qante që aniu mirë që nuk kemi Juli, u martua Juli. Juli, jo, i sekond. Juli, mos e para. Martohet në fundjavë, burr. Mos e thuj para, se s'është mirë. Po mirë, do martohet Juli. Do martohet Juli, çuni që na përshëndet gjithmonë me këngë të tij indiane. Po, kështu që duke qenë se mungon ai mund të bëjmë dhe lapsus se sot. Po, pa për çefin ton. Futja kot, Leicester, mos thuj Stoke City. Po. Ka bërë Xherdan Shaqiri tatuazh në të pasmet e tij. Po, kishte një bast. Sa i ka shëmtuar pasmet. Që bo Xherdanin e shkret atje. Po. Kush të prek më me Xherdani gjithmonë rritën karrierën e tij, ishte ke Basel, shkoi ke Bayern, ke Inter, tani ke Stoku. Tani te Bytha. E një tifoz i Stokut. Bytha, pastaj ka dhe më keq, mund vi dhe ke Lushnjë këtu. Mos përfundosh kavaj, tha. Po. Ndërkohë që Shqipëri-Danimark do të luhet në 4 shtator, ja kujtojmë edhe një herë dhe nuk i dihet çfarë bëhet me shumë probleme rutizmos kemi lojtar, më na janë vrarë, është vrarë. Ajetin e hoqën nga Bazeli, Lenjani është, vetëm Lenjani është super form. Ore janë Terezit. Ajeti do ikë nga Bazeli për të luajtur më shumë minuta, jemi okay. Po mirë, ku do ikë varet. Nëse kemi hall. Në një ekip që do të luaj 21 vjeç, mos haro diçka. Vazhdojmë me muzikë dhe do të vi me Çekiça pastaj. Po. Jo ti nuk. Jo. Po, çu është kur desh me të. Prandaj, kur të fitosh Oscar, nuk do të shkosh të pish alkol në sasi shumë të lartë. Po ti kur pive tash? Ë? Kur pive tash? Jo, jam shumë okay. Si do fitoj Oscar unë? Si do fitosh? A kujt di sa vjeç je ti valla? 19. 100, inshallah. 34 mbase mund të arrish ti në Hollywood, si dihet që si të merr jeta, fiton vizën ore, a ke hedhë llotarin? Jam 19 vjeç, kam 20 vjeç që e udh llotarin. Bukur. Se ka udh babi. Dhe kur ti je 30 do të kesh 31. Po, dhe mund ta fitosh. Shërmci ka jetës. Jam korçar me rutizëm, nuk jam korçar. Ore, nuk e ke përgjithësinë civile në Korçë akoma? Jo. Pa Terezit. Pra nis fitoj unë. Po sa valla. Ore ne jemi të gjithë familjarisht jemi regjistruar Ersek. Çuni xhaje se mori. E mori, po pret ti tash, dali ti. Po presun vlla. Nëse Pavel Fajde, kështu quhet kampion i hedhjes së Çekiçit. Imagjinoj që ti hysh botën e sportit dhe Polak. Ti hysh botën e sportit dhe të bësh edhe Çekiç. Ka paguar taksin pasi ka patur një natë me shumë alkool, me shumë gëzi, me shampanja të hapura. Se dhe spin këto polakët. Këta nuk e kanë zakon. Imagjinoj sa mund të ketë pirë ky, që ti e deur në tillë pikë sa që pasi ka ndodhur gjithçka e tillë, ka hipur në një taksi, i ka thënë taksi gjut mande me në pak në hotelin, i ka thënë më çote hoteli. Te cili hotel? Po ke hoteli apo shi? Ai ngjerën sportizëm. E ka quar taksi gjiu, nuk ka pas para, pasaj kujtua mosa se
Tani I polakët kishe dihet. pijaj ato legët. Polakët dihen që Me kanë vet. rrogat shumë të lartë. Po. Një shtet me mirëqenie. Po. Aq sa gjysma luan për Gjermaninë. E hodhi këtë kunjë, s'ka problem. Për gjermanët. Dhe i ka dhënë medaljen e Arit. Se kishe pi medaljen, s'kishe arrit me e pi. Se kishte pi Kishe pi medaljen. rrypin e medaljes, ma atë medaljen nuk e kishe pi. Edhe i jep medaljen e Arit, thotë shko para nuk ka, tha, po ka medalje. Po ka e tha taksiqyu i shkret. Maj, e Dakor, ta e mori. mori medaljen, një të quar nesër mëngjes ai në hotel. Pak shef në krah një këngëtar shqiptar. Qa po këtu dhe? Po ti këtu dha. Po ti këtu. Quaj. A nuk jeti kampioni që kishit? Nga të ruaru. A nuk Kush do ti këtu dha? A nuk jeti që ki që kampionit? Aftësi të bukur, Largohur që lëpsi. Larg dorëzor. Mite shik, Jo, kishe nejse, fitu për te medalje shakas- dhe i dha medalje. Po t'ishte Për te fortunet, shakas domethënë. nuk ishte këngëtar shqiptar, ishte në tur në Australi. Ma drejq ma, lele ma baba, lele ma qetë ma. Dej, Po e Danimark. zë lemza po mytet. Dhe shuar mëngjes ka qenë shumë i shqetësuar për sa i përket pjesës Ku e lash mungesës medaljen? medalje, ku lash medaljen, kontrollo si për pianës, kontrollo te palë. Tu pito ma, fitova unë apo s'fitova. Se A se maj plajmet mërëm, shef veten, Shef po unë veten, fitova, kam shef fitu. pjesën e mora medaljen. Shko hap kamerat e sigurisë të klabit që ishin mërëm, e kishte medaljen gjithë kohës. Gjithë kohës medalje. Atje gjeti pjesën me këngëtarin. Gjeti se ishte si filmi Hangover. Po. Mungonte një dal në lajmërim zyrtar, në media, kush më ka marrë medaljen. Doli Sajmir Tahir i atij vendit ku ishin. Po, Edhe ka tha që policia punon në operacione koduar medalja polake Çekiçi. është policia që duam, thaj. Se gjithmonë është kjo thënie, policia që duam, që do duam dhe kemi dashur gjithmonë këtë polici. Eksakt, dhe Dhe- pasi ka bërë diçka të tillë Sajmir Tahiri dhe ka dhënë një shpërblim prej 2 milion eurosh, 2 milion eurosh. është Është rikthyer tender medalja. për këtë shpërblim. Medalja e ka kthyer taksixiu. E ktheu taksixiu, ky i dha lekët dhe jetuan të lumtur kaq, nuk është se kishin ai gjë të mëdha këtu. Nëse ikim. Ikim më tash. Tjetri fiton medaljen e vën kot. Ka bërë një kopi. Dhe pse pi pa përshëndet Vodafone? Ti pse pi pa përshëndetje? Përshëndesësh, se kanë 4 gën. Absolutisht. Klienti më të madh në botë. Ja unë me 4 gën jam. Po që do me 4 gën e Vodafone? Se do lexoj komentet tani. Po para se të lexoj komentet, siç e the dhe ti, do përshëndes Vodafone, do Po e ta përshëndet. falenderoj sepse ka Falenderoj. pafund oferta dhe shërbime dhe më mundson të lexoj komentet e juaja për temën tonë që ishte Cili është vendi më i papërshtatshëm për atë? ku ju ka zënë gjumi, Granta Buçka për shembull, vendi më i papërshtatshëm që më ka zënë gjumi thot, ka qenë në Kolltuk sa dërmosh o zot thot, Gjoj Gjorgjo në tavolinë një dasëm, aq sa më kishte kap dhe kamera. Kameramani nuk filmote dasmë, po filmote këtë që flete gjumë. Adli Kola thot përshëndet, Fation, ke gjiru na njërin të flit gjumë dasëm? Fationi thot kam gjiru vetëm dhëndri dhe nusën mrapa dasmës, të flit gjumë. Adli Kola thot, hey përshëndetje djema thot, and welcome back. Sa për temën vend më të papërshtatshëm se te dentistja s'ka, besoj, te dentistja, ndërsa po prisja të nisja vizitën. Të flesh ke dentistja, nuk e di domethënë, vetëm atë zhurmën që bëhet, atë zegjumi. Iri Otiar, haj Metot, ju përshëndet të dyve çuna, sa për temën vendi më i papërshtatshëm ku më ka zënë gjumi, është në karrige. Ajo goca thotë e çuna, vendi më i papërshtatshëm ku më ka zënë gjumi ka qenë Vaska. Joana Dervishi, më i papërshtatshëm thotë ka qenë në tavolinë sipër librave. Është vendi më fel. Ka vdekje 7. Ç'kemi Rudi thotë. Kështu edhe ç'kemi Met. Sepse të përshëndesi vetëm ty vdekja. Vendi më i papërshtatshëm ku më ka zënë gjumi ka qenë në drejtori thotë. Eni Shkëmbi, haj Met, vendi më i papërshtatshëm ku më ka zënë gjumi ka qenë Kolltuku. Detea Halili, haj Met, vendi më i papërshtatshëm ku më ka zënë gjumi është krevati im i dashur. E pas ka krevati me probleme, Marsida Sipri thotë vendi më i papërshtatshëm ka qenë Kolltuku. Leonard, vendi më i papërshtatshëm autobusi. Eri në krevat thotë Mona Lisa Demi është sedilja autobusit. Ela Esi thotë është tek kompjuteri, thotë tek PC-ja. Ana Shytia, vendi më i papërshtatshëm ka qenë makinë, por shqyr nuk kisha unë shoferja se imagjinoni pastaj. Deni thotë ka qenë në punë para një viti. Ka një vit që nuk flen më në punë. Ka një vit që është pa punë. Ola Sida thot në tavolinë të Bukës, Medina Hasane thot sa për temën nuk kam ndonjë koment, por ju përshëndes shumë veçanti Rudin.
Mejdina Hasanaj, përshëndet. Kush është? Mejdina Hasanaj. Qa moshe kështu? Hajtë, vazhdo. Kolopuçja ote në autobus thot ishte një kthese fort që na zgjoi, thot. Medina Koxha thot ku isha në spital për t'i bërë zmet kushërirës më kishte zënë gjumi gjysmëore ulur në një stol plastike dhe kisha mbështetur kokën te përvazit dritares. Dola pa apandesit, pastaj tha se më gatruan me një pacient tjetër. To ndodhin në Po mos pipi goci thoshi, mos pi edhe i gjushin. Sara Bogdani thot te shkallët, te ku shkallën? Britney J, afër frigoriferit me derë hapur nga vapa e tmerrshme. Reli thot princesha Ronaldos duke bërë detyrat e shtëpisë. Mistrecia vogël në shtëpi duke bërë detyrat e shtëpisë. Pse ku bën detyrat e shtëpisë? Nuk bën. Cilat janë detyrat e shtëpisë për shembull? Larje, thekurosi. Po, diskutohet. Sara thot krau i një gruaje të panjohur në autobus. Ardit Vlori komenton Sara dhe i thot çafati pas ka pat ajo gruaja 2.p. Sara i komenton prap. Kaq shkurt, ha? Po pra. Kupton? Ka interakcion. Zen misi, ndoshta mund të vazhdoj. Pjesa më e bukur muhabetin inbox. Portal njohjesh. Kjo është dhe synimi jon që të krijojë. Që të njiheni e të ketë një atmosferë. Dhe pse jo, ndoshta nesër pas nesër. Bukur, don't be so hard on yourself. Shtojnë popullsinë sepse u njoftën të madh. O Kim Jong. Tashi ti the nuk jam borxhe. Po pse s'është borxh kredi? Vetëm se s'ka afat. Çka kemë burr? 100 herë ta kam thënë. Kur është 100 euro, 200 euro, 5.000 euro është problemi jot. Po. Kur është 1 milion, 2 milion, 10 milion, 100 milion. Është problemi bankës botërore. Është problemi tyre, nuk i marrin ndonjëherë. Nëse domethënë kur ke 2.000 euro, rrezikon të vdesësh. Kur ke 200.000 euro, do të jetosh gjatë. Do të jetosh gjatë. Kush të vret? Kush do të ruajnë bilet? Derisa ti kthesh. Nëse për të mirën e të gjithëve, pra pensionistëve radh parë, që nuk do presin më radh për të marrë pensionin e tyre. Kartën e shëndetit gjithashtu, për të gjithë ato shoferat. Nuk ka qenë ndonjë problem shumë i madh i pensionistëve për të marrë pensionin ajo pritje në radhë. Pse? Ata mirë që kanë radhën që harxojnë ja 15 ditë për ta marrë, që ju del fund muajit. Okay. Okej, nuk e kisha menuar ne këtë, po gjithsesi gjithë shoferave që prap kanë ato peripecit, burokracitë për të marrë lenë e qarkullimit. Frika më e madhe ajo ka qenë. Nuk do presësh. Me të kuq. Nuk do presësh më radh, më futur për çefin ta. Makinën jo për lekët që paguaj, ja me çef 150.000 lekë, 200.000 lekë. Uf. Vetëm mos tresh aty. Ai taksirati që të zë që duhet çesh qen 7. E të shkosh, e të flasësh, e të presësh policë. E të kthesh, e të shkosh në Maminas, Marinas, Vjolcas, ku e di unë ku është, duket sikur është një destinacion i bukur. Shkon Durrës, kthesh, Marimar. Po. Çon dokumenta, pret në radhë, shkon prap, merr makinën, çon prap dokumenta, shkon në bankë, në pagesë. Gjaku komplet, analiza, tjerë, nëse nuk do jenë më këto. Po ç'i do të jetë më mat? Nuk do jenë më këto sepse ky borxh i marr nga banka botërore. Nuk është borxh ndonjë. Kredi, më fal. Top para që na dha banka. Para që na dha banka botërore, $32 milion do të shërbejnë për digitalizimin. Pra do shkojnë në sektorin e shërbimeve, do ketë shërbime. Si do bëhet Explorer digital? Po, do bëhet digital komplet, këto dhe shumë shërbime të tjera do të digitalizohen, pra radhat, nuk do rish më radh. Do ta bësh në kompjuter? Ja ta themu, dhe sipas bankës botërore, është fiks. Do të shkurtohet afati ditëve të shtresave vulnerable për të mos qëndruar në radh. Kush është stresa vulnerable? Ajo që dëshiron të qëndrojë në radh. Ajo që do rinë radh. Vullnet pra. Një stres që nuk ka mundësi, domethënë ketë iPad-in e vetë që të digitalizohet edhe t'i kryej ato gjërat kështu. Çfarë problemi ka për një pensionist që qëndrojnë në radhë njerëz? Po pra. Se kam lënë punën, thotë. Po që... Ore, zotri. Kur rrin kështu, po shkret punojnë punë private, roje kështu gjëra. Po. Po tash ka dhe nga këto raste vërtet. Nëse rutizmo, kjo është pra këto do shkojnë në sektorin e shërbimeve dhe se ka ngel më njeri që nuk ka minimalisht një telefon që të lejon të futesh online tani. Po pra, po do të mësojmë futemi, po Tahsin Sayed që është menaxher i zyrës së Bankës Botërore për Shqipërinë ka thënë projekti synon të mbështesë Shqipërinë thotë për të kryer reforma me shtrirje sa më të gjerë dhe tërësore. Sa qef kanë shtrirjen kanë këto tuhet apo? Përmes fokusit dhe përmirësimit të ofrimit të shërbimeve, rritjen e transparencës, uljen e shtrirjes së korrupsionit, si kishim gjuar ne këto, dhe rritjen e llogaridhënies prej qeverisë. Si ulja e shtrirjes së korrupsionit? Po pra, uljen e shtrirjes. Domethënë të ulet shtrirja e korrupsionit, mos të shtrihet më korrupsioni. Kupto?
dhe rritjen e llogaridhënies prej qeverisë. Qeveria t'jap më shumë llogari, thot, projekti i ri përforcon më tej kuadrin e partneritetit për vendin tonë aprovuar së fundmi. Ne jemi pjesë e Bankës Botërore që nga viti 1991, kemi në total 87 projekte dhe 2.4 miliard dollar që i kemi marrë për të përmirësuar këtë vend. Cilësinë e jetës 5-6 individëve. Absolutisht. Tani sa bukur e the, domethënë atë do thosha dhe unë 5-6 individ do i përmirësohet sektori shërbimeve, kurse ne tjerët do futemi me të kuqe për qefin ton, se nuk do ketë më radhë. Kjo është konstatim. Një projekt absolutisht i më të madh i Zotit, i Sali Berishës. Nuk besoj se ka për dikush tjetër. Sala, faleminderit që sot po arrin të kuptojnë fjalët që ti ke thënë dikur, je si Galileo Galilei më drejt. Sot po të kuptojnë. Sot po të kuptojnë. Nostradamus. Digitalizim, digitalizim po bëhet. Sale. E më shumë do dhim bosh, do. Jo, janë papam këto se janë disa personazhe që nuk e di, po gjithmonë i ngjit të prishin e i gjotë, domethënë i çon të sjellin një gotë ujë e thyn gotën, rrëzon me gotën. I çon nuk e di, domethënë me hapësirë bosh me lon do i gjej vendin ku tretullohet, thyet, të bohet. E kështu ishte edhe një çun 12 vjeç që kishte shku. Prisha fare nusën tha. E bëra ka qenë gotë e mirë, prisha e bëra. Pse? Ka njerëz që prishin shokët. Po. Se ç'a bënë mboshti? Jo mo, isha me makinë, një çun pa dashje për plasë pasqyre. Te pasqyre jote? Dëm 3-4 mijë euro, po e kisha të siguruar, nuk i mora lek. E kishe siguruar makinën, ë? Full hako. Vdiqe e çuni. E vrava të çuni mapa. Jo mor burru, mbështet ty pas atje kemë një vrasje, përdhunime, vdekje, vdiqja ai. Se nuk e mori atë i notin tat, nuk e hoqe? Po më seriozisht të burr tash. Po jo mor burr, jo. Ti pas ke qenë fare. Ti sigurisht je shqiptar po. Pse po çdo shqiptar po i prekin pasqyrë të vretë? Po jo pasqyrë, po ke patinat tajlandeze. Flasim për këtë tajlandeze. E tham dhe në fillim që janë këto tipa. I ku jeta kote. Për çfarë? Për një rrëshqitje marrje mendsh për një pakujdesi të vogël. Prandaj duhet të tregosh kujdesim kur shkon në muze. Ky është mesazhi. Kishe shkuar në muze, ishte një pikturë shumë e famshme, lulet e shekullit të 17 me një vlerë të vogël, domethënë diku ke 1.5 milion dollar bën ajo piktura. Ky shkreti u rrëzulli i boni një grop të madh pikturës. Po ne të gjithë do ta paguante ai. Bënde pjesë para kolp mrapa kolp ka dhe. Ta marrë ke shtëpia tha ta qepi nona pikturën shpejt. Ti vë një arnë. Sa vjeç e ke nënën? 110, okej, antike është shqepja. Okej, antike është shqepja. Nëse ka rrezikuar, pra bëhet fjalë për 55 punime të ekspozuara në atë muze. Në fakt, një prej tyre kishte pra vlerë të jashtëzakonshme. Çuni në fjalë, i merren çikment, kap çikte piktura, i fute dora brenda, pa, qaja këto pikturat e lashtë më burë tha zgudzora biti prek. Por, që nga pësimi i aksidentit e më vonë, pas erës aksident, pra, numri i vizitorëve në muze është rritur. Absolutisht, është rrit numri i vizitorëve, është rrit dhe masat e sigurisë, kurse djali do pyesni gjithë çfarë dënimi mori. Tha kryetari i rojeve, po mendoj tha të thras djalin që të vi një ditë si vullnetar në ekspozitë komplet gjithë ditën si në formë ndërshkimi për të. Pra, të vi gjithë ditën atje. Shofi ekspozitën, kaq. Ka bota rregull, imagjino ta kishe bë këtu. Megjithëse çfarë do prish këtu, ku ka gjë antike këtu në muze. Në muze më antike janë perdet që s'ndrohen, që janë që nga 92-shi. Se banjat? Banjat. Çka ka këtu? Se pastrusja? Se Muzeu i Tiranës është kështu, domethënë është. Ja, është një më të bukurit. Një monedhë. Kemi histori të lashtë. Në vitin 1000. Ka që në 1964. 64. Okej, vazhdojmë me Taylor Swift The Blank Space. Do të bëj një foto. Ti mendon se mos bëj foto me këtë telefon? A se vjen diskutim fare. Prit, ti nuk e ke iden që unë nxjerr më mirë se me iPhone me këtë. Ata iPhone ta po. Kur e ke kariku për të funit? 2004? Jo mor. Vjetë e karikova që 2004. Ka dhe për 6 vjetë. Shikoj këtu foton ti që thua që s'ka foto. Për 6 vjetë. Si s'ka foto, i ka gjithaj. Një sekund që mendoni. Këto kanë qenë korat e artat Nokias. Bënte Nokia telefon. Po kështu... Na, kape që kamera. Ke kështu Viber që shko mu? Na. Shiq foto, Kape qik. Perl. Kape. Bëj qik zoom, bëj. Beje! Qa është kjo Nokia 4S-ja?
Ky është Nokia 6210. 6210. Po sa e kapet vjet? Shko, i hodha një 8.000 lek. Tani e ke si të rivla. I vura bateri të re, kapet që kapet. Gjitha, ha? Kapet që baterin. Perq. Shive, shkëlqen bateria më. Është origjinale, mo. Po ti pse ke investu ka i telefon për shembull? Po se këtë do ta ruaj. Ti dhe ata iPhone që kishe dhe 100.000 lekë e morë këtë? Dash gjyshen. Të humba telefonin, më doli para syve, e hapa kapakun, gjeta që bateria ishte e indur. E çoj tek çuni që merret me telefona. Më tha mua, ç'është kjo më tha mua, ja të marr një herë në telefon babain tha. Do s'di punën e këtu. Mori plakun e tij në telefon. Është një si zi tha, shkrua NOKIA. Thot ai. Prit se erdha. Vjen ai, e hap nga mbrapa. Thot ai, tu fut poshtë telefonit të paje. Me karton. Çojnë krik. Çojnë krikit. Çojnë krik ai. Po? Tha ka bronkopneumoni. Bronkopneumoni. I ka marr bateria ujë tha. Një tanez me kavo telefoni. Ke kavo i thati kam. Kam. Një ta lidh me 240. Ja dha një. Mirë, nuk harxojnë tha. Jo, nuk është i mirë. 200 kW muaj do ky tha, paka shumë sa dushit karikohet. Po mbaj. Ide. E rëndësishme është që kur bën alo. Po. Se në gjuhë tjetër s'kuptojnë. Jes të thuash. Mes. Ajo është tipike, kush ka kështu celularesh, për shkak do të mund një bëj alo apo. Do të kalojmë te një lajm serioz te pavioni QSUT-s, pra QSUT, Qendra Spitalore Universitare Tiranë. Që-ja është për kupton spitalore Utromax, shti inshallah. Përveç se shtrihesh, je smur, përveç se nuk ka shërbim, përveç se një 6 miliard gjona tjera, do të vish 300 keq që stresohesh që arrinte. Ç'a keq smuresh o burri? Po merre jetën shtruar. Një sekondë, ta marroj. Unë nuk e kuptoj pse shqiptarëve ose shqiptarët ngren pyetjen vetes, kur të desa të shkojnë në ferr apo në Paras. Më mirë se këtu do jetë gjithsesi kudo që të shkoni, domethënë. Ti jeton ferr, për mos mjaftuar ajo shkojnë të bëjnë dhe tortura në QSUT-re. Po. Pastaj jenë pikpyetja do të shkojnë në ferr apo në Paras, ku kam keq. Tani do thoni ju çka ka ndodhur, asnjë gjë nuk ka ndodhur. Një pacient që kishte ca koshtru aty, sanitarja, po i vithe portofolin. Edhe ajo s'ka faj shkret, domethënë me ato rroga. Po më ishte bër doktoresh, ti kush ta ka fajin tani? Po tash si ishte bër doktoresh? Ishte bër doktoresh bre. Po e kaloi moshën ajo. Po ishte bër kur ishte në moshë bre. Po mirë se pëlqejte atëre e prori që kishte. Po tash të bëjun që ti u tregove. Tash aq ishte. Tash lajmi është pra. Se i vjedhin portofolat në QSUT. Eksakt fare. Lajmi është bëni kujdes mos merrni shumë para me vete kur jeni të smur. Pra ke një apandesit, një hall, një problem, një operim, një aksident. Korrupsion për doktorin me kartë, edhe me kartë, nxjerrin atë, fut pinit e kartë, atje proponin ta timor për korrupsionin, ai ka gjithë. Absolutisht mund të shkruash dhe çek. Po më shkruan aty, shkruan çekun, e merr i pranon ai konverton. Pra bëre aksident me makinë, bëre ndonjë problem till, e para mos guxo të vdesësh apo të bien fikët, siguroj një lekë të shko te banka më afërt. Futi para dhe atje depozitoj dhe nëse doktori vjen, do të mund me anë të kartës kreditit pra të paguash. Ato dhe kryen janë gjithë njerëzit në rregull, qartë, edhe të qetë, ikim kaq. E mërë ti, hap snegune? Hape, se ka dhe 4 gaj. Se vjen diskutim fare. Sepse me 4G në Vodafonit të gjithë jemi të lumtur edhe falenderoj pafund Vodafonin, po jo vetëm 4G, pafund oferta dhe shërbime, spotet vërdall për t'i kuptuar gjitha këto. Kush janë ofertat dhe shërbimet tona Rudhizmë si rrjetet tona sociale, të cilat kaluan poshtë. Kështu që pasi i tham të gjitha ato, ne do t'ju përshëndesim dashur miq, do të lëmë takim sërish ditën e nesërme në orën 19:00. Në 19:00, se nuk po dëgjohesh mirë. Një sekondë. O lul. Javën e ardhshme, muajin e ardhshëm.